Falenderoj dhe unë Zotin, në emër të Jezus Krishtit, Ati tonë Perëndi. Falenderoj që jemi dhe jemi disjush. Pa në njerë. Jeton Zoti jonë dhe jetojnë dhe ne. Kemi një Zot i gjatë, që jeton në përjetësi. Aleluja, dhe jeton shpirti jonë. Edhe një ditë do ta shikojmë Zotin tonë, sepse ky është premtimi që na ka bërë Zoti, që do na marrë një ditë e hapur ti, dhe do ta shikojmë se si është ai. Tani nuk e shikojmë. E shikojmë nëpërmjet besimit, nëpërmjet veprës që ka bërë në jetën tonë. Sepse gjithë si që jemi këtu, jemi vepra e tij. E falenderojmë shumë Zotin nga zemra, sepse me atë dashuri që na ka dashur Zoti jonë, ne nuk arrim do ta kuptojmë, si sta dhe vllaja. Do vini një ditë ama që do ta kuptojmë. Çfarë dashurie tregoi Zoti jonë Jezus Krisht për gjithë secilin nga ne këtu. Sepse Perëndia thot, aq shumë e deshi botën, sa dha birin e tij vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos u mbas për të ketë jetë përjetshme. Dhe jeta e përjetshme është vetëm në emrin e Zotit Jezus Krisht. Aleluja. Faktikisht, unë rreth 2 muaj isha me largur në Greqi. Do them 2 fjalë, sepse mund të isham akoma në Greqi dhe sot. Kishim punë. Mendojmë që do ta kalojmë në këtë çtundë diell në Greqi, do punojmë dhe në fillim i javës, me fjalë nga nesër do vijam për Shqipëri. Por gjërat ndryshun. Nga një ora anë thosha, dua të jem këtë ditë në diell të jem kish, dua të jem në Shqipëri, por në anën tjetër ishte puna. Që do të punonim atje, të marronim një punë. Po punë në Greqi nuk marrim punë. Edhe Zoti pari që binte shi, edhe papritur mora dhe vendimin që dolëm një xhiro me vlla, edhe thash do iki sot. Edhe deshi Zoti që ditën e premte darkë për nisi kanë. Falenderoj Zotin që u gjenda në kishën e tij sot për diell. Vendosëm që të mbledheshin mollas. Fillimisht çëvendës. Po da bëjmë kishën mollas. Por gjërat ndryshon përsëri. Edhe ecëm në Elbasan. Falenderojmë Perëndin. Me qëse vllajmë ta që keqë kohë. Do lexojmë kënë Zotin. Sigurisht po falenderoj Zotin që jam me disjush dhe kjo që më shtrëngonte për të ardhur në kishë, ishte thosha një diçka Zoti do na japë. Gjojmë shumë herë vëllezër, dëshmi, që thonë atë ditë që nuk do jam vija në kishë dhe kam vatë në kishë, Zoti na ka bërkuar. Do Zoti të dhe sot na bekojë, sepse për te jemi mbledhur këtu që të marrim bekimin e Perëndis. Perëndia është ai që na bekon, dhe do na bekojë, sepse vetë Perëndia është i bekuar, edhe ne jemi bijtë e tij, dhe ai do na bekojë dhe sot, do na shënderojë, do na përgatisin, që të jemi gati në çdo moment që të dalim përpara. Ta takojmë atë që na ka ftuar për mbretërinë e qiellit. Besojmë dhe presim, sepse ditët janë fundit, i shikoni vetë lajmet, gjërat që ndodhin në gjithë botën, se çfarë ndodh,
edhe Zoti jon Jezus Krisht na ka paralajmëruar se kur ti shikoni këto gjëra, ngrini kokat tuaja sepse u afrua lirimi juaj. Lavdi Zotit, Sigurisht që në botë, na thot Zoti do keni mundime, por thot unë e munda botën dhe ju do ta mundi atë. Në emër të Jezus Krishtit, nuk kemi forcë. Gjithë secili nga ne, unë i pari, jam më i dobët. Por me Zotin Jezus Krisht do fitojmë çdo betejë. Nuk mundemi ne vetëm, sepse lufta jo nuk është kundër miqit të gjatë, por është kundër djallit dhe demonëve të tij. Nuk kemi forcë ne. Djalli është shumë i fuqishëm, është shumë dinamik, i di të përdorë shumë luftën, e di ku sulmon, e di ku është pikë e dobët, por ne do ta kundërshtojmë atë në emër të Jezus Krishtit. Vetëm ai ka fuqinë dhe pushtetin që të na japë fitoren, na sirojnë nga çdo gjë e kësaj bote. Nga mërzitja, nga problemet, nga vështirësitë, Zoti thot lereni gjithçka tek mua. E jeni të kundër, të lodhur dhe të mundur. Dhe lereni barën mbi mua. Falenderojmë Zotin tonë Jezus Krisht. Është për kurën e tij. Unë do lexoj disa vargje me hirin e Zotit tonë Jezus Krisht e kapitulli 20. Ungulli sipas Gjonit, edhe Zotit na japin ato që kemi nevojë. Por ditën e parë pas së shtunës në mëngjes, kur ishte ende errët, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pa se guri ishte hequr nga varri. Atëherë rendi te Simon Pietri dhe te dishekulli tjetër, të cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre: "E kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e vun." Atëherë Pietri dhe dishekulli tjetër dolën jashtë edhe u nisën për te varri. Rendin të dy bashkë, por dishekulli tjetër rendi përpara më shpejt se Pietri të arriti i pari te varri. Edhe si u përkul, pa pëlhurat prej lirit që ishin në varr, por nuk hyri aty. Atëherë edhe Simon Pietri, që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat prej lirit që ishin për tokë. Dhe rizën që ke vënë mbi kokën e Jezusit, ajo nuk ishte bashkë me pëlhurat, por ishte palosur në një vend veç. Atëherë hyri edhe ai dishepull tjetër, që kishte arritur i pari te varri, por pa edhe besoi. Ata në fakt nuk e kishin kuptuar ende shkrimin, sipas të cilit ai duhet të ringjallej së vdekurisht. Pastaj dishekullt u kthyen përsëri në shtëpi. Por Maria kishte mbetur jashtë varrit dhe po qante, dhe duke qarë u përkul brenda varrit. Dhe pa dy engjëll të veshur me të bardha, ndenjur njëri te kryet dhe tjetri te këmbët e vendit ku që trupi i Jezusit. Ata i thanë: "O grua, pse po qan?" Ajo përgjigj atyre: "Sepse e kanë hequr Zotin tim, dhe nuk e di ku e kanë vënë." Si tha këto, ajo u suall brapa dhe pa Jezusin që qëndronte në këmbë, por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi. Jezusi tha: "O grua, pse po qan? Kë kërkon?" Ajo duke menduar se ishte kopshtari i tha: "Zot, po e pa të hequr ti, më tërgo ku e vure, edhe unë do ta marr." Jezusi tha: "Mari." Dhe ajo atëherë u kthye dhe i tha: "Raboni", që do të thotë mësues. Jezusi i tha: "Mos më prek, sepse ende nuk u ngjita te ati im, por shko te vëllezërit e mi dhe u thuaj atyre, sepse unë po ngjitem tek ati im dhe ati juaj, te Perëndia im dhe Perëndia juaj." Atëherë Maria Magdalena shkoi t'u njoftoi dishepujve që kishte parë Zotin, se ai i kishte thënë këto gjëra. Amin. Deri. Falenderojmë Zotin tonë, një mëdha vëllezër, fjalën e tij të shenjtë. Aleluja. Thamë që besojmë ke një Zot që është i gjatë. Sigurisht që Zoti jon Jezus Krisht u kryqëzoi në kryqin e Golgotës. E varrosë, por ditën e tretë u ringjall.
edhe sot është në të djathtë Perëndis, kur ndërmjetëson për ne të gjithë. Është ai që ndërhyn për ne që ati Perëndi gjithmonë, për çdo problem që kemi, për çdo vështirësi që kalojmë. Nuk mundemi që të drejtohemi asnjë personi, sepse Apostulli Pjetër thotë, nuk ka emër tjetër as në qiell dhe as në tokë, që është dhënë njeriu për shpëtim përveç se nëpërmjet Jezus Krishtit. Dhe falenderojmë Zotin, që kemi pranuar, kemi besuar në emrin e Tij, që është biri i Perëndis, është shpëtimtari jon, erdhi këtu në tokë, mori trajtën e shërbëtorit, u bëj ngjashëm me njerëzit, jetoi si neve për 33 vjet e gjysmë gati, edhe në fund shkoi në kryqin e Golgotës, duke hapur krah, duke e gozhduar. E falenderojmë Zotin. Këtë Zoti jon Jezus Krisht e tha Nikodemit, kur shkove natën tek Jezusi dhe diskutuan, sepse tha, e dim që ti je një mësues i ardhur nga Perëndia. Për shkak veprave të, sepse shikoni veprat gjithë që bënte Zoti jon Jezus Krisht, dhe nuk kishin dyshim. Atyre që Perëndia u kishte dhënë zbulim, dhe neve Zoti na ka dhënë zbulim sot, që nëpërmjet shkrimit të shenjtë të njohim Jezus Krishtin, që është i dërguar i Perëndis. Falenderojmë Zotin. Këtu jemi pak. Po vllai fillim tha, ku 2 dhe 3 jam mbledhur në emrin tim, mes tyre jam unë. Dhe Zoti jon Jezus Krisht sot është midis nesh. Do dhe sot që na tregoj fuqinë e Tij, ndryshimin, po dhe neve do të jemi gati, mos largohemi, mos themi kur Zoti jon, çfarë ka ndodhur, e nuk do t'i kushtojmë mundësi përshpërimave që i ligu vjen na përshpëritën veç, sepse atë punë ka, vjen dhe përshpërit, mua të parit, që nuk e i denjë, që kohën pa marrë trupin e gjakun e Zotit, larg kishës, dhe kjo mundonte, dhe më mundon gjithmonë që kur ikim në Greqi, sepse nuk mundemi marrim trupin e gjakun e Zotit, të djojë fenë e Perëndis, megjithëse ka mënyra për ta dëgjuar, por na mungon kisha. Sepse Zoti kur do vinë do marrin kishën e Tij. Nuk do të largohemi nga vendi që Zoti na ka vendosur. Falenderojmë Zotin edhe një herë shumë për juve, që jeni dhe që ndroni, edhe duhet që ndroni, sepse shpërblimi që ka bërë Zoti për gjithë secilin nga ne këtu është shumë i madh. Nuk mund të krahasohet me asgjë. Me gjithë gjërat e botës, me gjithë botën nuk krahasohet. Sepse vetë Zoti jon Jezus Krisht na thotë, çonsi ka për njeriu nëse fiton gjithë botën edhe humbet shpirtin e tij. Njerëzit sot interesohen që të kenë një karrierë, të kenë pasuri, të kenë një makinë apo 2, të kenë një pallat, të shkojnë njerëzit sot në këtë botë, por neve na intereson betëria e qiellit. Na intereson banesa e përjesshme. Perëndia ka përgatitur për neve banesë lart në qiell. Gjithçka që shikojmë është tronditur. Dhe njerëzit vetë të diturit janë tronditur, por djalli i man skllëvët të tij. Ka forcën, kanë armët, kanë ushtrin, ka gjithçka, por nuk kanë Zotin.
dhe gjithmonë flen të tmerrur, ta them. Me bodyguard, me polici, me ushtri të rrethur. Falenderoj Zotin sepse Perëndia për neve ka vendosur rinj. Perëndia na ka vendosur si mbrojtje engjëjt e tij rreth nesh. Ata janë mbrojtje. Vetë Zoti lutet, u lut, po të lexojmë më përpara te kapitulli 17 të Pasionit, na thotë lutem vetë për ta, por dhe ata që do besojnë në emrin tim në fëmijët e tyre. Dhe Zoti jon Jezus Krisht lutet për ne vazhdimisht. Duhet lutem edhe ne dhe të falenderojmë Zotin. Ti jemi mirënjohës. E falenderojmë shumë Zotin tonë Jezus Krisht për gjitha gjërat që ka bërë, ka përgatitur edhe për robimin e kishës akoma, që neve presim. Jetojmë ditët e fundit. Po unë qërë pa më kuptu për vetën time. Këtë zbulim ka dhe Zotin. Që jetojmë ditët e fundit dhe presim rëmbimin e kishës. Gjithë se cili duhet lutet që lampat t'jenë të mbushura. Të mbushemi me fryrë me shenjë. Nuk flasim për fëmijët e vegjël, flasim për ne të mëdhenj. Jemi gati sepse ajo ditë do vinë si një vjedhës, na thotë Teresa. Është të bekori me Zotin tonë Jezus Krisht. Këtu neve lexojmë me litë se Zoti jon Jezus Krisht i pati njoftur, i pati paralajmëruar dishepull, që po shkojmë në Jeruzalem, dhe atje birin e njeriu do ta marrin, do ta arrestojnë, do ta ekstraditojnë, do ta kryqëzojnë, do ta varrosin, po ditën e tretë do rinjallë. Para disa ditësh ishte që Pashka, gjithë dim, basat e Andrea ka lexuar, ka folur, gjithë vëllezërit, por më këtë më vendosi Zoti sot lexoja në lidhje me Zotin tonë të rinjallur. Në shumë vende, mbase në shumë kisha të tjera, besojnë që Krishti është një u kryqëzu përsëri pardije. Krishti u kryqëzu në moshën 33 vjeçit e gjysëm dhe kanë kaluar gati afërsisht po vend 2000 vjet, mos e themi me shifra, dhe Zoti sot është i gjallë. Nuk vdes më Krishti. Nuk vjen më të njerëzit ta shikojnë në kryq. Krishti në kryq është për gjithë ata që besojnë. Krishti ka në kryq dërgjakun e tij akoma për ata që besojnë dhe e kërkojnë atë sot. Qose nuk e kanë pranuar, qose nuk e ke pranuar Zotin Jezus Krisht, qose nuk e besuar që Zoti Jezus Krisht sot është i gjallë dhe jeton një jetë vet, sot të themi Zot, nuk do të largohem, nuk do të iki pa më treguar që je i gjallë. Sepse ata që besojnë që Jezus Krishti është i gjallë, ata do ta shikojnë e tij. Ata do ta shikojnë ballë për ballë. Ne do ta shikojmë që besojmë që Jezus Krishti u kryqëzu në kryqin e Golgotës, por sot është i gjallë dhe është në të djathtë Perëndis. Kundërmjetëson për ne. Natë dhe ditë ndërhyj përpara Atit. Prandaj për çdo problem, për çdo vështirësi që kemi, ku të shkojmë? Tek njeriu, atje ku ti jesh, në shtëpi, në punë, në udhëtim, thosh Zot, kam nevojë për ndihmën tënde. Kam nevojë të ndihmosh. Po neve që kemi vite, po mbushen avash avash, edhe për mua
gati të 30 vjet që kam njohur Zotin. Edhe shumë herë rëzohemi, po ku të vejmë? Të ke Zoti jonë Jezus Krisht. Atje të vejmë, atje të gjemë ngushullim. Ajo ngushullu syri. Ku të vejmë? Të vejmë ke njerëzit. Të psikolog, në falem vllajs, nuk e di, ka të bëjnë me psikologjinë, por sigurisht që Zoti jonë Jezus Krisht është gjithçka. Ai e njeh më mirë psikologjinë tonë. Ai e njeh më mirë jetën tonë. Ai e njeh më mirë problemin tonë. Ai e di më mirë vështirësinë tonë. Nuk ka gjë të fshehtë që të anashkalojmë, thojmë, këtë nuk e di kam, thoj Zoti. Këtë nuk mundem ta bëj dot. Lavdije me Zotin tonë Jezus Krisht, e falenderojmë Perëndin. Shikojmë këtu motra dhe vëllezër, që ditën e parë të javës, pas së shtunës sot në mëngjes, kur ishte ende erë, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pas e kur ishte e hequr nga varri. Maria Magdalena, nëse keni lexuar, vetë na thotë që Zoti që ishte ajo që shërbente Zotit tonë Jezus Krisht, dhe nga ajo Zoti jonë Jezus Krisht kishte hequr 7 demon. Ishte një grua e demonizuar me 7 demon. Dhe ajo nuk largohesh më nga këmbët e Zotit tonë Jezus Krisht. E di që do të thjesht demonizuar, faktikisht, unë kam vitin e 4 që shkoj në atë vend, dhe është një njeri atje, që nuk e di se sa vite ka, kishte fituar shumë para, kishte bërë një ndërtesë, edhe atë ndërtesën e kalon atje për gjysmë, edhe ata që kanë hyrë brenda thonë që nuk e di se sa tunel ka gërmur, edhe besoj që është një njeri demonizuar, sepse rri vetë, natë dhe ditë. As drita, as ujë, i çojnë deri në darkët, edhe thërret një emër, është emri i pronarit vllatim, edhe i kërkon ushqim. Edhe tina, vetëm i çojnë ushqim. Edhe po bisedoni me vllarin ditë dhe thash, unë nuk kam frikë. Po mundem, do të vemi të dy. Ti flas. Nuk arritëm të dy. Nuk e di, është viti 4 që u shkoj të dëgjoj atë person. Që vërtet. Imagjinoni një njeri demonizuar, kemi dëgjuar dhe në Bibël, tjetri ishte prindër në përvarre, e lidhur me zicirë dhe i puste. Sa e vështirë është jeta. Thjesht me demon. Dhe Maria Magdalena ishte një nga ato që Zoti çliroi nga 7 demon. Lavdije me Zotin tonë Jezus Krisht, dhe ajo nuk largohesh më. Edhe ditën, mas besojmë që kishte dëgjuar dhe ajo për ringjalljen e tij, që do ringjallet ditën e 3, por që akoma me dyshime. Shkon ke varri, e shikon varrin e hapur. Varri na thotë Zoti dhe kishte hapur një person atje, në shpellë, me i gur, në mal, kishte vendosur gur të madh përpara, gurin të lëvizur, nuk mori parasysh se kush ta liste gurin, por shkovi atje, por na thotë Zoti diku tjetër për ta me aroma. Kishte përgatitur aroma që ta lynin me aroma. Po kur vajti gjeti gurin e hequr. Pa që Zoti ishte. Ishte vetëm për hura, që ishte mbështjellë trupi i Zotit tonë Jezus Krisht nga Nikodemi, bashkë me se arrojnë tjetër, që morën trupin e atij dhe varrosën. Lavdi Zotit tonë. Edhe trupi nuk ishte. Gjërat që ishte mbështjellë trupi i Zotit tonë Jezus Krisht ishin palosur në ato tuaj, në një vend
që mos i kthejmë përsëri ta lexojmë sepse megjithëse vllai tha kohën e ke pak limit, por unë do të kam shumë. Shikojmë që Maria të priste aty. Por ju shfaqen ato të kërë Zotit dy enjë. Vajtën discepujt e tjerë. E pan edhe besun Pietri me Gjonin, sepse i njoftovi, por Maria përsëri u kthy dhe qëndrovi aty. Se mbetër do t'jashtë varrit dhe po qante. Kur sot? Dhe i vdekur, ajo kërkonte ta shikonte Zotin Jezus Krisht. Pa, na thotu, dy enjë, të veshur me rroba të bardha, një të këmbës dhe një të koka, e varrit, i thamë, pse kja në grua? Ka njëkër, thotë Zotin tim. Ajo përgjithot, sepse ka njëkër Zotin tim, dhe nuk e di ku e ka mërë. Lavdi Zotin tonë, Aleluja. Edhe, kur kthehet, thotë, ushtrohet prapa dhe pa Jezusi. Në moment, Jezus Kristi i pranishë. Sepse ajo ishte këmbgulli, ishte e para. Nuk është fajt. Mund që të ndru Pietri aty me Gjonin, ta që parë Zotin tonë Jezus Kristi, parë të ata të rinjallë, sepse u futu ke varri, besuan, po hikën. Që ka rinjallë, po mësun. Po hikën, nësa Maria që ndrovi aty. E tonë të Zotin. Do të një përgjigje tjetër. Edhe Zotin i shfaqet Marijës. Edhe thot, edhe qante Maria. Por Zotin tonë Jezus Krisht. Edhe thot, o grua, pse po qam? Kërkon, ajo duke menduar se ishte kopshtari, i tha, Zot, po e pa të hequr ti, më tërgu ku e bure, edhe unë do ta marr. Nuk di flasë lidhe me këtë varë. Maria, një grua, nuk e di moshën, të kërkon të marrën trupin e Zotit tonë Jezus Krisht, duke thonë, duke mendur se ishte kopshtari, që ku, në se ke hequr ti, më thoi, po e vendose. Edhe unë do shkoj të marrë. Lavdi Zotit tonë Jezus Krisht. Mund ka ndodhur, që të ndodhemi në për vdekje, edhe një të vdekur nuk mund të agajnë do të një person, akoma një grua. Por besimi që kishte Maria Magdalena ishte mi pa i majtë të shumë, për mendimin ti. Që unë të shkoj dhe amarë, unë të regur ku e vendose. Lavdi Zotit tonë Jezus Krisht, por përgjigje që me ata. Edhe thot, Zoti jonë Jezus Krisht, Mari, edhe ajo që u kthye, dhe atëherë u kthye dhe i tha, Raboni, që do të thotë mësues. Maria, zorin e ti. E njoh zorin e Zotit Jezus Krisht. Më përpara, ishin enjërit. Sot njerëzit, ka shumë kisha faktikisht, po shkojmë në Greqi, edhe vëmë, këtu është faqur kjo, këtu është faqur kjo, këtu është faqur kjo tjetër, shumë gjëra. Dhe njerëzit vënë atje dhe nëzin këri, adhurojnë ikona, Maria nuk u dha rëndësi enjëve. Sepse Perëndia enjët i ka vendosur mbrojtjen tonë, për ta mbrojtur neve. Dërsa Jezus Krisht është shpëtimtari jonë. Është i vetmi emër me gjithë rrugën toksor që është shpëtimtari i njeriu. Edhe Maria thotë direkt për ta adhuruar Zotin. Por se u kthye, e pa dhe gati ta prekte, ta puthte. Po Zoti jonë i tha, mos më prek, sepse ende nuk unë gjitha tek anti im.
por shko dhe u thuaj vëllezërve të mi, u thuaj atyre se unë po ngjitem të ati im dhe ati juaj të Perëndia im dhe Perëndia juaj. Lavdi Zotit tonë Jezus Krisht. Falenderojmë Zotin. Do Zotit dhe sot që ta pranojmë Zotin tonë Jezus Krisht si atin tonë, si atin e Perëndis, si atin e Zotit Jezus Krisht, sepse këtu thot kështu shkot e vëllezërit e mi. Mendoni që Zoti jon Jezus Krisht na quajë vëllezër, motre, bijtë e tij, miqtë e tij. Lavdi me Zotin tonë Jezus Krisht. Është bërkur emri i tij, aleluja. E atëherë Maria Magdalena shkoi dhe u njoftoi dishepujve që kishte parë Zotin dhe se ai i kishte thënë këtë gjë. Jemi të lumtur, që këto fjalën të Zotit tonë Jezus Krisht, u transmetun nga Maria Magdalena, i lexojmë në anëve sot dhe i besojmë. Nuk do të dyshojmë. Por asnjë gjë në shkrimin e shenjtë. Kemi dëgjuar edhe përballemi shumë herë që fjala e Zotit është e vërtetë. Kush e di, si u shkruajt, ku u ruajt. Por Zoti jon Jezus Krisht një fjalë që thotë është qielli dhe toka do kalojnë, thotë fjalët e mia nuk do kalojnë. Edhe unë jam i bindur që çdo fjalë që është shkruar në shkrimin e shenjtë është e tij. Mbase njerëzore mund të jenë bërë gabime në drejt shkrim. Fjalë mund të jenë përkthyer gabim. Na grekisht janë në shqip sepse unë kam Biblën që besoj që ka përkthyer Kristoforidi. Mos gaboj, edhe e di që janë bërë gabime në fjalë, por i gjithë shkrimi është po dhe amin për mua. Besoj që dhe për juve tjetë po dhe amin, dhe dëshiroj që tjetë po dhe amin dhe mos të dyshoj. Por këto fjalë, t'jenë fjalë që një dite në përmjet këtyre të takojnë Zotit tonë Jezus Krisht. Kjo se e presim atë. E besojmë atë që na ka bërë premtimin. Nuk do të na marrin bota. As tremimi nga bota. I Krishterit nuk tremet. Do të themi diçka. Për veten time, në fillim kur besova dhe unë, ishte koha e luftës në Kosovë. Nuk e dia kam thënë njëherë, kur besova, edhe isha në fillim besimit, thëshëm, kur na marrin ushtarë dhe neve? Me po dëgjova një predikim në ato ditë, që e kishin marrë ushtarë. Dhe një nga ata besimtarë, kishte marrë një Bibël dhe kishte futur në qep. E marrë këtu dhe lexon dhe pas here, edhe gjatë luftës, i vetë plumi, e godet, edhe ajo Bibla që ishte në qep, qëndron plumi ati, në Bibël. I shpëtoi edhe me këtë, me gjithë se Zotit nuk lejove në kohë, dhe ne shikojmë në sot. Me Zotit vendosim dhe të bëjmë hirë që tulen gjakat, por shikojmë që nuk ka mundësi, sepse gjithë ato do ndodhin. Shikojmë Rusi-Ukrainë, shikojmë Iran, SBA, Izrael. Njerëzit janë negësur dhe kur ishim në Greqi flisin shumë keq për popullin e Izraelit, dhe shqiptarë akoma. Ka patur rasti që bisedonim, me ditë se sot ata nuk e kam, ata e presin Jezus Krishtin akoma, edhe nuk besojnë, sepse Zoti Jezus Krisht nuk erdhi që ta vendosë mbretërinë e tij me luftë, erdhi me paqe, me dashuri, sepse në momentin e arrestimit Zoti jon Jezus Krisht nuk kërkoi vendim. Pjetri sigurisht u ngrit në zore shpatën dhe i preu veshin, shpëtoi krye priftit, por Zoti tha, nuk ka mundësi unë tani, që lutem Ati të dërgojnë 12 legione me egër dhe të zdukin gjithçka, po për këtë herë. Zoti jon Jezus Krisht erdhi për kriju mbretërinë e qiellit, jo mbretërinë e Izraelit.
dhe mbretërinë e qiellit nuk është vetëm populli i Izraelit, jemi dhe neve, gjithë si kombe, e gjithë bota. Do Zoti dhe atje ku bëhet luftë sot, por një diçka që po bisedone me vëllain, thash që nuk e di, por besoj sepse Zoti thotë që fjala ungjilli i mbretërisë së qiellit do predikohet në gjithë rrugën toksor. Dhe në basa është dhe kjo një diçka që dha atje të hynë lajmi i mirë. Sepse Zoti do marrin popull nga gjitha kombat, nga gjitha shtetet. Por Zoti nuk ka armik. Armiku kryesor i Perëndisë dhe i gjithë popullit është djalli. Ai kërkon shkatrimin e njeriu. Zoti erdhi me dashuri. Dhe e thash në fillim, e thotë fjala e Zotit për unë, që Perëndia e dëshi gjithë botën. Nuk bën ndarje as Palestinë, as Iran, as Korea e Veriut, akoma që janë vende ekstremiste, por besojmë që gjitha këto do arrijnë që dhe në këto vende ku janë ekstremistët të hyjnë fjala e Zotit. Do ndodhin gjëra, do ndodhin luftra, gjërat janë të vështira, shumë thonë njerëzit. Bisedoj me një person tjetër, po e them në këtë. Ai nuk beson që Zoti është pa Zot për i thonë, por unë gjithmonë në cajrë që kam folur atje në Greqi flasim, i kam folur për Zotin dhe më thamë do flasim, thamë datë mas datës 1 janar. Çfarë do ndodhë? Thashë nëse do jemi këtu, do të leju Zoti të jemi akoma këtu, do të marrim telefon. Nëse do kemi ikur, nuk kam çështje. Por gjithsesi nuk do të tremi, sepse Zoti nuk të lejojnë na të ndojnë për te fuqive tona. Dhe Zoti nuk të lejojnë luftë shkatrimtare, luftë bërthamore, se disa mendojnë do të flasin lufta bërthamore. Kështu thonë, kurse fjala e Zotit na thotë ka vendosur 4 ejë. Në të 4 cepet e dheu, që nuk lejojnë luftën e tretë botërore, sepse lufta e tretë botërore është një luftë shkatrimtare, bërthamore, që çdo gjë do shkatrohet, qytetet e kombeve do bijnë. Prandaj të mos na lëshojë zemra, sepse Zoti radh parë do marrin kishë. Neve qëllimin të kemi, të arrijmë mbretërinë e qiellit. Dhe Zoti pa marrë kishën e tij lart në qiell, nuk do lejojnë luftë bërthamore, por te janë bindur. Jeni dhe ju të bindur. Amin. Zoti na bëjë, mos japim shumë.